والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet që dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vetëm se jemi duke shpjeguar librin Veprat e zemrës, edhe temat të cilat fliten në këtë libër, jemi duke i shpjeguar temat të cilat do ta flasim sot është prej veprave më të mira që mundet me bëu robi, vepër të cilën e gjejmë se Allah subhanahu wa taala e ka lavdëruar edhe ka ngritur mjaft në librin e tij në Kur'an. Po ashtu shohim se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë vepër e ka ngritur lart në hadithet e tina, po përveç saj, kur fillojmë të lexojmë rreth kësaj teme, shohim se një numër i madh i dietarëve i kanë dhënë përparësi para shumë veprave tjera, e ndonjëherë këtë vepër e kanë qitë përpara namazit vullnetar. Shohim se disa prej tyre këtë vepër të cilën do të flasim tash dhe do ta shpjegojmë tash, e kanë qitë përpara namazit vullnetar, ndërsa ka thënë se kush e bën këtë vepër është më e mirë se sa me fal namaz vullnetar në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka të ka diçka e madhe edhe më e mirë se sa ti me fal namaz vullnetar në xhaminë e pejgamberit sallam. Çka ka diçka e madhe që pejgamberi, që Allah subhanahu wa taala e pas ka livdu edhe pas ka ngrit kaq shumë librin e tina, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka ngrit në hadithe, nuk është asgjë tjetër vetëm se kjo temë është tema rreth meditimit. Tema e meditimit, por nuk po flasim ne për meditimin, sepse me çështja e meditimit ka shumë deg të cilën ne mundemi me shpjegu për ta. Nuk po flasim për meditimin tjetër, po flasim për meditimin rreth asaj që ka zbritur Allah subhanahu wa taala në Kur'an. E qëllimi i së cilës është ngritja e devotshmërisë, ngritja e imanit e robit, po ashtu dhe arritja e afërtisë tek Allah subhanahu wa taala. Çka është meditimi? Nëse na po flasim për meditimin, edhe po ju drejtohem juve me temën e meditimit, shtrohet pyetja se çfarë është meditimi. Meditimi në Islam është, sikur se e ka përmend Al-Munawi, është kur ti mundohesh me zemrën tënde me arrit tek e vërteta. Kur ti mundohesh me bëu meditim me zemrën tënde edhe me arrit tek qëllimi edhe tek kuptimi i vërtetë i asaj që Allah subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an. Apo me thonë në jo ndryshe, meditimi është që ti në mendjen tënde, apo në kokën tënde, me fillu edhe me i radhit senet rend me rend. Meditim është kjo, kur ti në kryin tënë, në kokën tënde, në trunin tënë, fillon edhe me i radhit senet rend me rend. Edhe me i dhon atyre kahje të drejt, edhe me i radhit në mënyrën më drejt. Ky është meditimi i vërtet. Apo si që kam përmendur disa dietarë se meditim, apo tefekkur në gjuhën arabe, është kur e gjithë qenja jote, me trurin tënë, edhe me zemrën tënde lëvizin në atë drejtim për me arrit, edhe për me arrit deri te kuptimi i vërtetë i asaj që e ka zbritur Allah subhanahu wa taala në Kur'an dhe asaj që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Dikush mund të thonë kjo ka e njëjtë sikur se me menu. Me mendu edhe me meditu janë dy gjëra ndryshme. Me mendu është kur ti mendon për Allah subhanahu wa taala. Mendon në drejtim të Allah subhanahu wa taala. Edhe mendon për të. Ndërsa me meditu, ka që Allah subhanahu wa taala është ti me meditu rreth asaj që Allahu e ka kriju. Me meditu rreth emrave të tina, me meditu rreth madhështisë të tina, me meditu rreth cilësive të tij të larta, edhe me meditu rreth krijimit, krijimtarisë që Allah subhanahu wa taala e ka bëu në dunjë, sepse tha Allahu na kena më dërgu juve, na kena më dërgu atyre ajete, argumente në gjithësi, fil afaq në gjithësi që na kena kriju,
edhe në vetën e tyre, wa fi anfusihim, edhe në vetën e tyre. Nëse fillon ti me meditu se si Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë ty synin, si Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë ty të folurit, nuhatjen, shikimin, të ecën e çdo gjë tjetër, kishte me të mjaftuar ty si argument për ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kishte me të mjaftuar ty si argument për me shtue veprat e mira edhe për me arritë devotshmërinë tek Allahu subhanahu wa taala. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Fa Allahu subhanahu wa taala në Kur'an janë ata të cilët e kujtojnë Allahu subhanahu wa taala në kohë kur janë kohë, e kujtojnë Allahu subhanahu wa taala kur janë ul, e kujtojnë Allahu subhanahu wa taala edhe kur janë shtridhur, e tafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, edhe fillojnë edhe meditojnë rreth krijimtarisë së Allahu subhanahu wa taala, se asaj që ka kriju Allahu në qiell, edhe asaj që ka kriju Allahu subhanahu wa taala në tokë. Pastaj dallimi i dytë është mes mendimit edhe meditimit është se mendimi vjen si rezultat i meditimit. Kur fillon ti me meditu është rezultat i atij mendimi që ti je duke e vënë. Prandaj këto dyja janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, por se të çojnë në dy rrugë të ndryshme, me mendu dhe me meditu në këtë drejtim. Prandaj mendimi përballet me atë të cilën ti e ke harruar ndoshta një herë, apo mendimi përballet me atë që ti e ke anashkaluar ndonjëherë. Ndërsa meditimi është e kundërta e kësaj. Meditimi është ajo të cilën ti e ke në kokën tënde, edhe e ke përpara syve tu, e sheh me sytë tu, por se fillon me meditu rrethojna. Fillon edhe hyn në mendimet tua thellësisht, edhe fillon me meditu rrethojna. Prandaj tha Ibn Qayyim se edhe ajetet që Allah subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an janë po në këtë kohje. Tha Allahu wa laqad atayna Musa al-huda wa urathna bani Israila al-kitab. Na vetëm se ja kena dhënë Musa alayhis salam udhëzimin, edhe ja kena thënë bani Israil në librin atyre, ja kena dhënë librin atyre hudan wa dhikra li ulil albab. Si udhëzim për ta, edhe për me mendu ata për zotrin e mendjes. Do thot Allahu subhanahu wa taala këtë Kur'an që e ka zbrit. Këto ajete që i ka zbrit, i ka thënë për me mendu edhe meditu për ata të cilët janë zotër të mendjes tyre. Edhe mendojnë edhe meditojnë rrethojna. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, fa Allahu subhanahu wa taala për Kur'anin. Padyshim se ai Kur'ani është vetëm se kujtim për ata të cilët janë të devotshëm në fenë Allahu subhanahu wa taala. Afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, fa Allahu subhanahu wa taala. A nuk e shikoni ju se si Allahu subhanahu wa taala e ka ngritur qiellin, edhe e ka zbukuruar ato, edhe nuk kalon mes tira, mes asaj krijtarie, Allahu subhanahu wa taala nuk e kalon asnjë zbardhësi. Në ajetin e wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Edhe nuk e shikoni ju se edhe tokën se si e ka shtri Allahu subhanahu wa taala, edhe ka bot lehtë për me jetu ju. Pastaj mbi këtë tokë Allahu subhanahu wa taala e ka forcuar me kodra, edhe ka bot prej çdo bime, për me mbi ato, edhe me zbullu këtë tokë që Allahu subhanahu wa taala e ka kriju, tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Edhe ka bot Allahu subhanahu wa taala të dukshme për ju, për ata të cilën fillojnë edhe mendojnë edhe meditojnë rrethojna. Në ajetin e parë Allahu subhanahu wa taala po e përmend. A nuk e shikoni se si Allahu e ka ngritur qiellin? Në disa ajete thotë se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar qiellin pa asnjë shtyllë të cilën e mbajnë atë. Edhe në ajetin e dytë thotë edhe tokën se si e kena shtri, edhe atë e kena forcuar me kodra, edhe pastaj e kena zbukuruar me çdo bimë të cilën e ka bin në këtë tokë. Vërtet që në ajetet e Kuranit, edhe në atë që Allah subhanahu wa taala e ka zbritur në Kuran, ka argumente të qarta për na me fillu edhe me ndu, edhe me meditu rrethojna. Jo për tjetër, por vetëm se me një qëllim që na me arrit tek e vërteta, edhe me shtu devotshmërinë tonë, edhe me shtu imanin tonë, me forcu imanin tonë, edhe me forcu besimin tonë, e që kjo të bëhet shkak që Allah subhanahu wa taala me na shpërblyj neve, me shpërblim me diçka të cilën syri jon nuk e ka pa kur, veshi jon nuk e ka dëgjuar asnjëherë, edhe mendja jon nuk ka shkuar asnjëherë aty. Prandaj temat e cilë kur falë për meditimin i drejtohemi edhe shumë prej njerëzve, për shkak se lloji njerëzve janë të ndryshëm. E para
që kemi për llojit të njerëzve është një person i cili zemra tina më vetëm se i ka vdek. Atina sado që ti me i fol rreth ajeteve për Allah subhanahu wa taala, sado me i fol rreth haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shumë e vështirë për me arrit të ky e vërteta. Pse? Sepse e kanë thënë dietarët se ky person është njeri i cili jeton pa zemër. Qysh mundet me kon njeri pa zemër, atina zemra mo vetëm se i ka vdekur edhe mo në të nuk bën dobi ajo të cilën ka zbrit Allah subhanahu wa taala. Lloji i dytë i njerëzve është një zemër e cila e beson Allah subhanahu wa taala, edhe është e gatshme për me adhuru Allah subhanahu wa taala, por se njeri e lën ton gaflet, edhe e anashkalon kët, edhe nuk fillon me mendu dhe meditu me këtë zemër, edhe nuk fillon me bëu vepra të cilat e zbutin edhe më shumë këtë zemër, edhe nuk fillon me bëu vepra që e jashtojnë imanin kësaj zemre. Pra edhe lloji i tretë i njerëzve është ata njerëz të cilët e kanë zemrën e tyre gjallë, edhe i rrinë asaj zemre gati, edhe u hitin ato me adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala, i flasin asaj zemre çdo herë, edhe bëjnë dhikr me këtë zemër, edhe mendojnë me këtë zemër, edhe meditojnë në argumente Allah subhanahu wa taala me këtë zemër. Këta janë lloji më i mirë i njerëzve që e mbojnë zemrën e tyre të gjallë, edhe nuk e lojnë zemrën e tyre me shku në gaflet, nuk e lojnë zemrën e tyre me shku me anashkalu për veprave të mira, edhe nuk e lojnë zemrën e tyre që me vdekur nga adhurimi i Allah subhanahu wa taala. Sepse Allah subhanahu wa taala tha se ne kemi dhikur këtë Kur'an, i kemi zbritur këtë ajete të basiratan wa dhikra li kulli abdin munib, si argumente të dukshme për çdo person i cili kthehet tek Allah subhanahu wa taala. Prandaj rëndësia për me fol për meditimin është mjaft e madhe. Rëndësia që na me fillu dhe me ja kujtu vetë thonë që na kemi nevojë për meditim, edhe kemi nevojë për me hyrë në mendime të thella rreth argumenteve që Allah subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an, është mjaft e madhe. Prandaj e ka përmendur shumë prej dorë sikurse prej tyre e ka përmendur Ibn Uyeyne el-fikratu nurun tudkhiluhu qalbu. Meditimi është një dritë e cila hyn në zemrën tonë edhe e ndriçon atë. Ndërsa Amir bin Abdul Qais thotë se në ghayru wahid, thotë kam dëgjuar prej më shumë se një personi. Kam dëgjuar edhe më shumë se prej dy personave. Kam dëgjuar se prej një grupi të dietarëve duke thënë se inna diyaul iman, ajo që e ndriçon besimin e robit, ajo që e ngrit besimin imanin e robit, e nurul iman apo dritë apo siç e kanë quajtur drita e besimit edhe drita e imanit, nuk ka vepër tjetër që ndriçon atë vetëm se meditimi në Allah subhanahu wa taala, meditimi në argumentet e Allah subhanahu wa taala. Dorsa waqad qila Ibrahim ibn Adham, vetëm se i është thënë një herë për herave Ibrahim ibn Adhamit, innaka tatil al-fiqra, ti po rrin kod gat. E kanë po Ibrahim ibn Adhamit tonë kod gat duke medituar. E kanë po Ibrahim ibn Adhamit kod gjatë duke nejtë duke mendu, edhe i kanë thonë se kod gatë po shohmi edhe po rrin mendime. Përgjigjeja e këtij ai fekale el-fikratu mukhul aql, padyshim se meditimi të cilin e bëj, mendimi të cilin e bëj, ajo është meditimi, është koka e mendjes, koka e mençurisë robit, apo siç e kanë thënë disa prej koka e adhurimit është ti me fillu edhe me meditu në ajetet e Allah subhanahu wa taala. Do thot me një fjalë është ti me fillu edhe me lexu mes ajeteve të Allah subhanahu wa taala dhe asaj që ka zbrit Allahu. Ndërsa nëse e përmendni transmetimin e Ebu Dardas radhiyallahu anhu se anhu qal tafakkuru sa'atin khayrun min qiyamil layl. Kjo është ajo që ne përmendëm në fillim të dersit se disa prej dietarëve, disa prej sahabëve e kanë qitë këtë vepër. Çështjen e meditimit e kanë ditë edhe para namazeve, edhe para veprave nafile që mundja me i bona. Ky është Ebu Darda i cili thotë se tafakkuru sa'atin, me fillu edhe me meditu vetëm një orë, apo me përkthy ndryshe, me meditu vetëm një çast, khayrun min qiyamil layl. Është më e mirë se sa ti më uçuaj edhe me bon namaz natën. Është më e mirë se ti më ngritë me prish gjumin tonë. Edhe me bon namaz natën për Allah subhanahu wa taala, edhe kjo padyshim se edhe namazi i natës është për veprave të mira që mundesh me bëti, edhe është për veprave më të mira që të ruan ty edhe prej dënimit të Allah subhanahu wa taala. Namazi i natës prej dobisë ti është Allah subhanahu wa taala e bën ato shkak që ty me drejt edhe nga dënimi i varrit. Por se çka po thotë Abu Darda, po thotë se
me meditue rreth krijimtarisë Allahu subhanahu wa taala, me meditue rreth asaj që Allahu subhanahu e ka zbritur në këtë dunjë, apo edhe filluar me meditu rreth asaj që Allahu na ka dhënë edhe në vetët tona, është më e mirë se sa më shumë me prish gjumin ti, edhe me bën namaz natën. Dërsa thot wa yaqulu ibn Abbas radiyallahu anhu ma thot ibn Abbas se rak'atan me falti 2 rekate. Edhe me fillu edhe me meditu rreth këtyre 2 rekate është më e mirë se sa ti me fal namaz të natën, ose është më e mirë se sa ti me fal namaz edhe mos me pas zemrën tonë prezente. Me i fal 2 rekate të lehta. Ndoshta mund me thonë me i fal 2 rekate veç me surën Fatiha edhe me kul huwallahi. Por se me fillu edhe me meditu me thonë Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahu Zotit këtë botrave. Edhe në çdo namaz, gjatë kohës atij namaz, fillon edhe mediton rreth çti ajeti. Ar-Rahmanir-Rahim, ai cili është i mëshirshëm, mëshiruesi, gjithë mëshirshëm, Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës gjykimit. Me fillu edhe me medituti është më e mirë se sa më u fal tan natën, edhe mos më pas zemrën prezente në namaz. Pse? Sepse njëri me shpërblim prej namazit tina atë sa u koni koncentrum aty. Ti ke mujtë me fal namazin e akşamit që e falën tash, namazin fardh. Por se shpërblim sa merr ti pikë ti fardhi për namazin e akşamit është atë sa ti e koni i koncentrum këtë namaz. Atë sa ke pas zemrën tonë prezente që namaz. Që ky është shpërblim jo që e merr për namazin. Këtë ka përmendë edhe Abdullah ibn Mesudi se robi yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala minha. Personit, robit i llogaritet për namazin tina, atë sa ai u kon prezant aty me mendjen e tina, atë sa ai u kon i koncentruar në namaz, atë sa ka pas zemrën tina prezente në këtë namaz, aq edhe shpërblet për atë. Nëse ka dashur Allahu subhanahu wa taala që ti ke namazin pe tekbir fillestar, e derisa kena dhënë selam fund, je kom prezant me zemrën tonë, ky është shpërblimi më i plotë që na mundna me marr gjatë namazit. Por se dynjaja është kështu, edhe jeta e njerit është kështu, edhe vetë nefsi është kështu epshi që kur fillojsh ti me u falën, fillon edhe ik mendja, edhe ec mendja në përbon, ndoshta edhe diçka që ke harruar më herë dhe nuk tu ka kujtu, namaz fillon të kujtohet. Pse se shejtani fillon edhe punon me ty. Shejtani fillon edhe punon edhe mundohet që me ta largue ty mendjen prej namazit, që ti mos me pasur koncentrim këtë namaz, mos me pasur koncentrim këtë namaz me qëllimin që mos me marrësh problemin e plot prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dërsa thot Muhammed bin Ka'b al-Quradi, "Jan aqra fi laylati hatta usbih", sikur se unë me lexue brenda natës derisa të vjen mëngjesi, derisa të zbar drita me lexue idha zulzilatil ardu zilzalaha, e kur të dridhet toka me dridhen e saj. Vetëm këtë ajet me lexue gjatë natës, edhe me fillu dhe me meditu rreth është më e mirë për mua se sa me bëhe hat me këtë Kur'anin brenda një natës. Sikur se unë me fillu me fal namaz natën, edhe me lexue këtë ajet, idha zulzilatil ardu zilzalaha, e kur të dridhet toka me dridhen e saj. Edhe me fillu me meditu rreth çësana se pse Allah subhanahu wa taala ka zbritur, pse Allah subhanahu wa taala e ka përmendur këtë ajet, edhe me fillu me meditu dhe me arrit deri te kuptimi i vërtetë, te kuptimi i plot, është më e mirë për mua se sa me i fal 2 rekate, e brenda këtyre 2 rekate me bënë hat me këtë Kur'an edhe me lexu këtë Kur'anin brenda saj. Ne e dim se Kurani ka rreth 6200 ajete. Edhe si për secilin shkruajnë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që për shpërblet prej Allahut nga 10 sevape. Edhe me fillu aty brenda 2 rekate me lexue këtë Kur'anin dhe bëu hat me këtë Kur'anin, padyshim se është shpërblim për shpërblime më të mëdha, por se më e madhe se kjo, dhe më e rëndësishme se kjo, ajo që po na tregojnë dietarët është me fillu ti me lexu vetëm një ajet, por se këtë ajet ti me meditu edhe me unal edhe me mendu rreth saj me qëllimin për me arritë kuptimi i plot. Yaqulu Amr bin Abdullah Umar bin ibn Abdul Aziz thot se ka thënë Umar ibn Abdul Aziz, "El-fikratu fi ni'amillahi afdalul ibada." Meditimi rreth mirësive që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë ty është prej adhurimeve më të mira. Mos me fillu me meditue rreth atyre mirësive që na rrethojnë neve. Por se me fillu shembull në meditu rreth mirësive që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë veten tonë, sepse Allah tha na kena me dërgu argumente atyre edhe në veten e tyre. Me fillu ti me mendue rreth gishtave tu, me fillu me mendue, me meditue rreth syve tu, me fillu me meditu rreth çdo stali që Allah subhanahu wa taala e ka krijuar në veten tonë. Këtë është mirësia e Allah subhanahu wa taala. Pastaj
me fillu me meditu rreth mirësive tjera që Allah subhanahu wa taala t'i ka dhënë, rreth pasurisë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë, familjen që Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë, bashkëtorët që Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë, një punë që Allah subhanahu wa taala ka begatuar me to, e çdo se ti këto janë mirësi prej Allah subhanahu wa taala. Sikur se e përmend Allahu në Kur'an, edhe nëse ju filloni me i mendu edhe me i numëru mirësitë që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë juve, s'keni me mujt me i numëru asnjëherë. Çka thot Ibn Kathiri në komentimin e këtij ajeti, thotë se përveç se na nuk mujna me i numëru mirësitë që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë neve, na nuk mujna ato as me u falënderu për te Allah subhanahu wa taala për këto mirësi që na ka dhënë. Me fillu të edhe me një çdo mirësi që Allah ta ka dhënë ty, a mundesh me një, nuk mundesh me një se na nuk i dinë krejt ato krijesa që Allah subhanahu wa taala i ka bën shërbim tonin. Por se përveç se nuk po mëshmi me i numëru, nuk po mëshmi as me falënderu Allah subhanahu wa taala për këto që Allahu na ka dhënë neve. Prandaj meditimi në ajetet e Kuranit, në ajetet që Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur është për veprat më të mira. Meditimi në atë që atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur neve është për veprat më të mira. Po sepse këto po e shohim në këtë libër që ka përmend autori prej ajeteve të ndryshme, prej haditheve të ndryshme, po ashtu edhe prej fjalëve të ndryshme të dietarëve. Andaj për veprat më të mira që na e këshilloj veten time edhe juve, që është më smiri spaku me ndonjë çast prej çastëve ditën tonë, edhe më ndal edhe meditu edhe me mendu rreth asaj që Allah subhanahu wa taala e ka zbritur në këtë Kur'an, rreth asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përcjell tek ne, edhe rreth asaj që Allah subhanahu e ka krijuar në veten tonë, edhe në ato që na ka rrethu, me qëllimin që me arritën te kuptimi i vërtetë i Kuranit, me qëllimin që me arritën tek udhëzimi i vërtetë në rrugën e drejtë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që me bu Kuranin argument për neve dhe ju argument kundër neve. E lutim Allah subhanahu wa taala që këto ajete që i ka rritur me i bë dritë dhe pranverë për gjoksin ton. E lutim Allah subhanahu wa taala që me na udhëzon me Kuran, edhe mos me na mosh shpirtin ndryshe vetëm se ne duke qenë të kapur për këtë Kur'an dhe për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.